Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë, ju përshëndes nga studio emisionit Me Zemër të Hapur. Jemi live në televizionin News 24, njëkohësisht për gjithë teleshikuesit e rregullt të këtij emisioni, por dhe të televizionit më të madh informativ në vend, televizionit News 24. Jemi live edhe në Radio News 24. Ditën e sotme do ndalojmë tek historia e një 52 vjeçari, i cili ka kryer 10 vite e gjysmë burg. Do të flasi dhe do t'i rikthehet ngjarje së fundit të prillit të vitit 2014. Ai është dënuar për vrasjen e një personi dhe ndërkohë pasi ka kërkuar drejtësi, ai ka përfituar nga amnistia dhe ndërkohë është lënë i lirë vetëm në nëntorin e vitit të kaluar. Pak muaj pasi është lënë i lirë, ai kërkon ta thotë me zë të lartë tashmë, edhe pse ka kërkuar në të gjitha shkallët e gjyqësorit pafajësinë e tij, por ndërkohë nuk e ka marrë kurrë atë, pasi e ka kryer dënimin, ai vjen në një studio televizive për ta kërkuar live pafajësinë. Ai thotë që pafajësinë e dua tek drejtësia, te gjithë institucionet që po na ndjekin live dhe drejt për drejt, sepse me familjen e viktimës un kam nëpërmjet kanunit një tjetër rrugë për të kryer. Të gjitha këto do t'i zhvillojmë në një bisedë më të detajuar pas pak, menjëherë pas kronikës së përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj. Rikthehemi me 52 vjeçarin, ndërkohë që në studio është avokati edhe psikologja. Historia që do të bëhet pjesë e studios ditën e sotme ka të bëjë me një ngjarje që e ka zanafillën në vitin 2014. Pikërisht këtu nis edhe kalvari gjatë jetës së personazhit të sotëm. Ai u akuzua për vrasje në tentativë ndaj një shtetasi me të cilin kishte pasur konflikte të mëparshme dhe u dënua nga drejtësia me 10 vite burg. Pas shumë përpjekjesh e betejësh ligjore, burri kërkoi të lirohej sepse sipas tij ishte duke e kryer burgun pa të drejtë dhe po akuzohej për një ngjarje që nuk i kishte bërë sipas dëshmisë së tij. Vitet kaluan dhe 10 vitet u kryen brenda burgut. Sot Mirash Lepuri kërkon të rrëfejë të vërtetën e akuzave dhe atë çfarë ndodhi mes tij dhe personit i cili e akuzoi. Ndiqni rrëfimin. Në fundin e prillit të 2014, Mirash Lepuri ishte vetëm 42 vjeç dhe ndërkohë fëmijët e tij ishin 9 vjeç e gjysmë dhe 5 vjeç e gjysmë. Sot ata janë të rritur, po mos të trashëguar më hakmarrin tek fëmijët dhe për të pastruar figurën e tij. Ai ka mbritur në studion e emisionit Me Zemër të Hapur si rrallëherë personazhet pasi e kryejnë dënimin, edhe pse gjatë proceseve gjyqësore gjithmonë kërkon pafajësi, edhe ky i fundit e ka kërkuar pafajësinë e tij, tashmë del në studio pasi e ka kryer këtë dënim për të folur për institucionet dhe pse e kërkon këtë pafajësi. Por si është marrëdhënia e tij me familjen, me fëmijët, por mbi të gjitha edhe me familjen e viktimës, na i tregon vetë 52 vjeçari, zoti Mirash Lepuri. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit tonë. Falenderoj studion e emisionit Me Zemër të Hapur që më dhanë këtë mundësi që të shprehem. Rrallë ka qenë personazhet në çerek shekulli emision në televizionin News 24, nuk bëhen me gishtat e dorës ende, që kanë kërkuar pafajësi. Pafajësinë e kanë kërkuar gjithmonë kur janë akuzuar, por pasi kanë kryer dënimin janë të rrallë. Mbaj mend vetëm një rast i cili e ka përfituar pafajësinë dhe pasi e përfitoi pafajësinë dëmshpërblimin mbriti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe ju tashmë jeni i dyti ose i treti në gjithë këto vite. Do rikthehem shumë shpejt tek ju për të më treguar historinë kush është e vërteta dhe kush janë akuzat mbi ty, pse vendose të flasësh pasi e kreve dënimin, çfarë do të thotë kjo edhe në emër të kanunit, sepse ti thua që me familjen e viktimës un kam një tjetër rrugë pafajësie për të bërë me to, por vi sot për të vënë në lëvizje të gjitha institucionet që më kanë dënuar me pa të drejtë. Përballë teje do të jetë avokati Arben Sina. Përshëndetje avokat, mirë se erdhe. Ti vjen nga shoqata e avokatëve antikorrupsion, detektive privat, jeni pjesë edhe e gjykatës së arbitrazhit. Faleminderit avokat, por e njeh shumë mirë edhe dosjen e zotit Lepuri, apo jo? Ka qenë pjesë përbërëse e zyrës sonë. Po, ka qenë pjesë përbërëse e zyrës tuaj. Në gjykatën e lartë, në gjykatën kushtetuese.
Pra, edhe në gjykatën e lartë dhe në gjykatën kushtetuese është nga i vetmi qytetar që ka ndjekur gjithë shkallët. Po vazhdo. Ne nuk kemi ndjekur neve shkallët e parë. Më parë e di, por është qytetari që i ka ndjekur të gjitha shkallët. Ju e keni nisur zoti Arben në Strasburg? Po, është nisur në Strasburg. Është nisur në Strasburg. Tani presim nga Strasburgu. Tani presim përgjigjen kur të bëhet gjyqja 2. Por shanset janë të mëdha. Për mendimin tonë kemi besuar gjithmonë te pafajësia e zotit Lepuri. E zotit dhe Mirash. Por tani, se vetë fakte të regojnë, sepse këtu është një punë e kryer nga shumë keq nga prokuroria, sepse këtu janë fakte të flasin vetë, nuk është e nevojshme për të bërë. Aty nuk kanë kryer në qoftë se aty ka 2 persona, cili është ai personi 2 që ka qenë së bashku me Mirashin. Në qoftë se këtu kemi ndotje me nitrite, me gjëra tjera që kanë për bërse saja, nitritet nuk mund të jenë vetëm në xhaket, por do të jenë edhe në duar dhe në të, dhe ato që ndojnë aty për shumë kohë deri në 3 muaj. Do flasim avokat, sepse audienca nuk e njeh ngjarjen dhe ju keni hyrë me njëherë në një analizë të detajuar. Për këtë gjë të falenderoj sepse ndihmove kolegen në krahun tonë. Me fjalë e zotit Mirash, me fjalë ai është një gabim gjyqësor që ka ndodhur dhe ka vuajtur në mënyrë. Por një gabim gjyqësor janë 10 vite gjysmëburg. Edhe kemi 2 fëmijë të mitur që sot janë problemi nuk qëndron vetëm te gabimi gjyqësor. Këtu qëndron edhe pafajësia. Mirë, gjithsesi e keni nisur me detaje, thash edhe një herë, por ke ndihmuar kolegen në krahun tënd, Eksena Qirici, psikologja jon klinike që mban vetëm shënime. Përshëndetje Eksena, mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Përshëndetje. Besoj se mban shënime ato që thot avokati, por keni pasur mundësi edhe përpara transmetimit të konsultoheni të gjithë, të kesh një bisedë të gjatë me zotin Lepuri, por njëkohësisht edhe me kolegun që ken krah, apo jo? Faleminderit. Logjika gjyqësore gjithmonë duhet analizuar dhe kuptuar sepse me të drejtë dënon një njeri që dëmton jo vetëm veten, por edhe familjen. Ti ke një analizë klinike për zotin Lepuri, do të ma thuar sa e vuan ai, sepse e kërkon këtë pafajësi, sa beson ti si specialiste e fushës, ke pafajësia, por duke u përqendruar edhe tek dosja që ka shkuar në Strasburg, dhe jo më kot dosjet që shkojnë në Strasburg, pavarësisht kostove për të kërkuar një pafajësi. E vërtetë, dhe shqyr që ekziston një mënyrë komunikimi, edhe sot me të drejtë e cilësua dhe është me rëndësi për të thënë që duhet dhe një mundësi komunikime për personat që marrin të tilla masa dhe ka një logjik shumë të qartë të gjitha provave. Kjo është shumë e rëndësishme mundësia për të komunikuar. Në gjuhën tuaj pas ka rezistuar fort emocionalisht, psikologjikisht zoti Lepuri për të kërkuar pafajësi. Është e vërtetë që ka rezistuar. Zakonisht kur të pafajshmit bëjnë një dënim të pamerituar, ato bien moralisht, por në rastin konkret e bindin edhe vetë ndër vite, e bindin që e ka marrë dënimin, do ta vuaj, nuk ka asnjë alternativë dhe e bindin, dhe kjo bindje sigurisht nuk i jep forcë për të kërkuar të drejtën. Fakti që po e kërkon sigurisht na jep në mundësi për të parë se çfarë qëndron në sistemin tonë të drejtësisë dhe të analizës gjyqësore që ne bëjmë. Faleminderit Eksen për të shkuar tek zoti Mirash. Zoti Mirash, dua t'i rikthehem edhe një herë ngjarjes që ka ndodhur në rrethinat e Durrësit, të gjithë durrëstakët apo edhe tiranësit, nëse na ndjekin drejt për së drejti, të gjithë e dinë se kush është zona e vilës së Zogut në Durrës. Atëherë, dua të ndaloj pak këtu tek ngjarja e 28 prillit të vitit 2014, kur ora ka qenë rreth 20:25 minuta. Çfarë ka ndodhur? Çfarë mban mend ti? Unë me datë 28 kam qenë në punë, në Hotel Grand. Po? Unë në Hotel Grand kam punu 7 vite. Kam punu sigurim. Aty vishin Kosovar. Kam hik të puna në orën 2 të masdites, deri në orën që ka vajt policia ke shtëpia, unë kam qenë të puna, të shtëpia ime. Në orën 9 i qerek shu, më bënd zile nusja. Qa është i them, thot kara policia ke shtëpia, qa kanë, kërkojnë ty, ma jep thash një matë madhin ma ta, më dha shefin e rendit të Durrësit, Karafil Gjoli. Ju prezentova, u prezentu, thash jam filan ven. Tha duhet vish t'japish ca shpjegime. Thash nuk mund viz nga puna, thash sa është një punë e tillë që sun lëviz. Se ishin 300-400 zanës me 4 veta ishin dhe. Do fillot e disko, po ashin buk para, mrapa disko. Nese, thash prit fol me pronarin. Fol me pronarin, qatë bëjmë, thash të vonë, teja nej. Si përfundim, mrapa mora nusën prap.
Me ata e lash kash, iku. Ta ban mirë që të vish dërzohesh. Po. Që t'japi shpjegime, jo të dërzohesh, nuk thote na i kështu. Po. Pola me nusën, thash që është, nuk e di, tha që në këto telefonata, kuptove çfarë kishte ndodhur? Nuk kuptosh asnjë gjë fare, së disha gjë, unë isha 11 kilometra larg. Shefi në policisë të cilit i përmend emrin, të tha për çfarë të donte? Jo, veç do të vish t'japish ca shpjegime, asnjë gjë më tepër. Duhet paraqitesh polici për të dhënë ca shpjegime. Ti turnin tënde kishe marrë në orën 14 dhe kur e lije turnin? Mjes. Në orën 6-7 të mëngjesit? Po. Kështu i kishe turnet? Rishim të në kohën, 5 ditë ne, ishim këshu. Ti ishe polici private? Sigurim matere, po s'ka pas me letra, me gjana. Ishe i armatosur? Jo. Okej. Në hotelin ku ti punoje? Brand, është të shkom i kavajës. Po, atëherë, a kishte kamera? Ka kamera. Ka kamera? Të cilat ishin në punë atë ko? Po. Ishin në punë, okej, po. Kur e mësove ngjarjen ti? Unë ngjarjen e kam mësuar mas i kam shku në polici. Kur ke shkuar në polici ti? Polici mund të kem shku nga ora 10:30 e darkës. Pasi i more leje dhe pronarit? Kam fol me pronarin, i thash që kështu puna. Ka vajt policia, thash të shtëpia. Po. Thash nuk e di që ka ndodhur, po më tremin fëmijën dhe gruan. Po. Tha që të bëjmë, tha. Thash ma se do vinë tua gjallë. Tha, ma mirë, tha shkoj paraqitu. Shko, tha, mos na prishin qetësinë. Po, shkuat në polici. Më pyti dhe i kamarier. Më tha mua mirë ashtë që ke. Tha, është di që ka vajt policia të shtëpia, se më shifshin shqetësu. Jam 2-3 herë që folin telefon, që ne nuk e kena të lejushme të folim telefon kur jena në punë, aty në hotel. Kam vajt, jam nisë në kam vajt ke stacioni i plepave, i policisë, më ka marrë fugoni aty më ka shumë Durrës. Shkoj atje, më merë në pyetje Afrim Veliu, oficeri policisë gjyqësore. Unë i tregova, thash, kam qenë nga hoteli, s'di gja, ore ti këte, ne, jo këte, orë nuk di gja, pas që ka në, thash, më të thuj që ashtë. Tha kështu, unë thash nuk di gja, kam qenë punë. Çfarë të treguan ty për ngjarjen? A i thash të lagos burri huj. Po. Ta ka marrë diploma. Që mos t'ja përmendim emrin familje, sepse shkaktojmë edhe një tjetër dhimbje pas kaq shumë vitesh të kjo familja. Të ndalojmë pak këtu. Ti dhe viktima njiheshit? Jena komshi. Po. Njifna. Po. Jena nga njëna zonë. Po. E Burrelit, bazë Burrel. Po. Sa ko kishit që kishit ardhur në Durrës, në të njëjtin vend? Unë kam marrë në 2001-shin. Po. A i ka armër para. Po. Kam pas debate para me ta. Po. Që është e vërteta. Jam rregullu. Kam pi kafe. Debatet i keni pasur në Durrës apo nga zona ku vinit? Në Durrës. Për çfarë? Të kujt karakteri? Të bën një herë kënë qënë ca debate për antena. Po. Se veta aty. Po. Edhe i herë tjetër për i tu buj. Ati unë kam drejtu punimet e krejt lagjes. Nuk të shprej vetëm tubi ati u. Që merë të ujtë e pishëm. Po. Ne se u vaso nërhyn njerëzit në rregullu. Të kujt grade ishin këto debate për transparencë, zoti Mirash? To ato i ka shu dhe në gjukat. Pra, me kërcënime nda njëri tjetrit, fizikisht nda njëri tjetrit? Kam marrë gjoba, nga ato dy aso kam marrë gjoba. Ti ke marrë gjoba, je gjobitur për grindjet me personin? Sa një dy me vrap shkon në polici, një diçka ma të voglë në polici. Ti e ke goditur se më kotë njerëzit, ose drejtësia më mirë nuk të akuzojnë? Për sharë syje të godas. Unë kur drejtoj këtë punë në lagjes, pse? Ishte i vetëmi që kishte konflikte me ty, apo kishte dhe të tjerë? Vetëm kjo, do të të prishte punë. Kuptoj. Pra nuk është një aso. Nese për ato nuk du të flasë shumë, për ato kam pi kafen, edhe jam gjenje t'i bëj be edhe aty në që kam pi kafe, që zva kam shkel kafen për këtë rallën e fundit. 28 prill 2014, si ishte gjendja juaj? Flistit me njëri tjetrin? Mirë mirë mrama, aqë. Po, kur i kishe takuar, apo kur kishe biseduar për herë të fundit me viktima? E takumja, unë jam gjenje që të përgjigjem ka 5-6 muaj që se kam pa dhe me sy. Para prillit të 2014? Po, arsyeja, kam qenë në Itali me 3 mujor shte vlaj, në punë. Po? Masi kam nejt 2 muaj e gjysë, kam ardhë. Kam shku e kam ban shpine e vlajt në fshat, në fshatin bazë, Burrel. Pra s'kam pas kohë edhe ta shof me sy, jo për ta vrara, për ta plagos që s'pretendon ai. Mrava kam shku në punë të hoteli. Qëfar kishte ndodhur konkretisht, ose qëfar pretendon të viktima, sepse a i ka shkuar i gjallë në spitalin e Durrësit, dhe më pas ka ndruar jetë? Nuk ka ndruar jetë, është i gjallë akoma. është i gjallë, okej? Po? Unë ka shkam, praso, për mu unë kam prova e fakte, që unë kam qenë të hoteli. Pra, themi, i plagosuri,
dhe jo viktima, tashmë sepse është i gjallë. Pretendon që e ke plagosur ti? Po, thot ka qanë veti dyti, po? Më kanë gjujt, u kam hik, kam njoftë vetëm mirashin. Shiko, në momentin që ka ndodhur ngjarja, ai ka qenë i plagosur dhe nuk ka pasur mundësi të flasi, por gjatë rrugës i ka treguar të birit edhe një qytetari tjetër, që çfarë kishte ndodhur? Që ju dhe një person tjetër i keni dalë përballë? Te porta e shtëpisë, thot, më kanë dalë, më kanë gjujt me armë. Por ajo, unë jam gjenje të jap, të përgjigjem se ku kam qenë. Tek porta e shtëpisë ju i keni dalë përballë? Nuk i kam dalë unë përballë. Ai pretendon. Dakord, pra, çfarë pretendon zotëria për të kuptuar edhe neve? Pra, ti je akuzuar për tentativë vrasje, apo jo në bashkëpunim? Bashkëpunim. Bashkëpunëtori nuk u gjet kurrë. Jo, asë më ka pyet njëri fare, asë më ka isha, asë... Arma me cilin është plagosur zotëria nuk është gjetur kurrë? Jo. Nuk është gjetur kurrë? Jo, asë më gjetë armë, asë kam gjamë shenja barutin, dur... Çfarë versioni pasi ka dalë nga gjendja e kolapsit të tij shëndetësor, ka dhënë i plagosuri? Unë di vetëm thjesht kaq kur ka dëshmuar në sallë gjyqit. Po, çfarë ka thënë? Ai vjen në dëshmon në sallë gjyqit, thot, ka qenë veti dyti, më ka gjujt me armë, kam hik, kam ra poshtë një 20 metra, ki shtëpi tjetër komshi, i kam thirr, ka dal, më ka marrë në krah, më ka nxjerrë te makina, te porta ime, më ka vënë makinën, më ka shkuar në spital, ka marrë dhe djalin, më ka shkuar në spital. Ka tjetrën tha, në fund. Masi tha këto lafe, tha, po të më kishte bo be, do të kishte nxjerrë nga burgu. Pra, janë shti dyshim. Pra, në bazë kanunit ju bëni be dhe vini dorën në Bibël apo në Kur'an? Ku e vini dorën? Në Bibël. Në Bibël. Vini dorën në Bibël dhe bëni be. Po? I ka thënë Anita Mici, gjyqtari anësore, i ka thënë, fol aty se për të nxjerrim ne tani, nuk e ke ndorti, ja nxjerrim ase nxjerrim. Pra, Pjetër Toshku ka qenë, Pjetër Gjona i ka qenë i dyshim që kur thot, po të më kishte bo be. Unë i kam shu njerëz mi bo be, s'ka pranu as njëri. Qartë. Ja kam lanë shtetit, thot. Zotëria ka ndryshuar version? Sot, në këtë kohë që... Jo, gjatë gjithë kohës që është pyetur për ngjarjen. Nuk ka që të ndryshoje, se mund ka në drejtësia. Aja është në rregull për vete, e kryo misionin e vetë. Më la në burg, a i mas ata dëshirat, të më lajnë burg. Po mu nuk më ka dënu Pjetër Gjona. Po kaq të madhe e ka, një minutë, kaq të madhe ka inatin me ty sa të t'akuzonte për një gjë të padrejt, apo ashtu është i bindur ai që keni qenë ju? Ashtu është, nuk e aso perceptoj punën e ati, unë du të shoh punë të mi, unë po thëmë mu më ka lënë burg drejtësia, nuk ka lënë Pjetër Gjona. Pjetër Gjona vetëm ka vu gisht. Shiko, dalim pak sepse unë e njoh shumë mirë ngjarjen, po e njoh shumë mirë edhe dosjen. Pjetër Gjonaj, ku e ka marrë plumbin? Nuk e di. Ku ta di unë? Ku e pashu? Ku qënë të hoteli? Se një pjesë të dëshmisë të ti, a i thotë që është shëlluar me plumb nga pas. Atëherë, kur është shëlluar me plumb nga pas, si e ka parë? Autorin apo autorët? A i e din. Kur të kishte shquar ty, që ishe përballë ti dhe kishte qelluar, kush ishte personi pranë teje? Kush arma? Nuk ka si gjanë. Fare. Asë më ka pyet njëri fare, se me ka isha, se një anë tjetër. Pas plagosjes së zotit Gjonaj, ti, kur e ke pasur ballafaqimin e parë me të? Pas plagosjes? Mas 5-6 ditë polici, një diçka e tij. Pra, sa ka qëndruar ky zotëri në spital? Nuk e di. 5-6 ditë më pas në polici ti e ballafaq... Ka dhe ma, mund të ketë edhe ma. Je ballafaquar me zotin Gjonaj? Në polici, po. Çfarë i thatë njëri tjetri? Asi gjanë, unë nuk i folas, unë e di që a fola i në polici. Aja është ndihmës i policisë. Pra, i është bashkëpunëtori i policisë. Po, policia durësit e përkranë, çdo moment. Po pse? Punë të veta. Pra ti i quan bashkëpunëtor? Po. Me policin? Edhe Vladimir Marës, prokurorit Vladimir Mara. Po pse i përmend gjithë këto emra? Kam të drejtë. Për çfarë ke të drejtë? Ka dënu për drejtësisht. Shiko, prokurori ka bërë hetimet e tij, në bazë çfarë çon policia dhe çfarë grumbullon në vend ngjarje dhe oficeri i policisë gjyqësore? Unë po ta marrësh, Afrim Veline, falenderoj për këto letra që ka shkruajt. Shiko, një minutë, se ti përmend emra të cilët ne nuk i njohim dhe nuk i kemi prezant. Është pjesë e dosjes. Jo, dakor që janë pjesë të dosjes. Por ne nuk kemi si t'i pyesim këta persona, në qoftë se kanë bërë punën siç duhet apo jo.
A janë më pjesë e sistemit të drejtësisë, a nuk janë më pjesë e sistemit të drejtësisë? Vladimir Mara ka shku dhe në SPAK. Po shumë mirë ka bërë që ka shkuar. Pra do të thotë që është vlerësuar puna e tij. Me këto që bën ai është turp të shkojsh në SPAK. Shiko, megjithatë, unë distancohem edhe si media, edhe si studio nga gjithë emrat që ti përmend. Unë gatshëm të shkoj edhe në SPAK. Se s'kam, nuk i kam bërë durt me gjak akoma. Nuk e qelluar njëri. Jo. Po mirë, kush ishte leverdia e zotit Gjonaj për të vënë gishtin mbi ty se që policia dhe prokuroria kërkojnë statistika të zbardhjeve të ngjarjes e kuptoj? Pjetër Gjonaj për momentin mund të ketë Pjetër Gjonaj për momentin mund të ketë mendu për mua. Mund ta ketë marrë si asob. Thjesht një, po unë me shkam. Shiko, ai në qoftë se të ka parë siç pretendon, veti dytë, nuk ka pse e vë gishtin mbi ty kot. Drejtësia pastaj nuk ka arritur të detajoj çdo akuzë ndaj teje. Dhe prandaj çështja jote është në Strasburg. Këtë gjë e kuptoj. Unë jam në gjendje të tregoj se kam qenë ke hoteli me prova e fakte. A u hapën ndonjëherë kamerat e hotelit? Shumë pak. Shumë pak. Mirë, ndalojmë këtu ke kamerat e hotelit, lançojmë hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi më njëherë në studio. Pas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ju shkëmbyet edhe disa detaje me avokatin, me zotin Arbensina. Dua të ndaloj pak tu. Ju thoni që kamerat e hotelit ku ti punoje janë hapur pjesërisht. Pra, çfarë do të thotë pjesërisht? O janë hapur o nuk janë hapur? Nuk janë hapur tamam që të shifet vetëm fundi. Pra, kush e gjeti viktimën e plagosur? Mund të na e thuash pak? I biri dhe një qytetar tjetër. Rrugës për në spital ai pse përmendi emrin tënd? Në orarin që është gjetur viktima dhe është qelluar viktima, ti ku ke qenë? U hapën kamerat, ka dëshmitar? Po. Kush ka dalë dëshmitar? Kam 6 dëshmitar. Pronari i hotelit. Po. Artur Legisi. Po. Janë kamarierët. Po. Edhe 2 bodyguard tjerë. Që ato dëshmojnë që unë kam qenë me to. Shiko, ndërkohë ti thua që në atë kohë ju kishit grupe turistësh që vinin nga Kosova. Kosova, shkollë. Po, shkollë. Nuk mund të pyeteshin edhe këta të cilët ishin mysafirë në hotelin tuaj? Klientë të hotelit tuaj? Sa për dëshmi kanë dashur të dëshmojnë sanitarët e hotelit. Po, nuk janë marrë? Nuk ka qenë nevojë, janë marrë të tanë. Po dëshmitarët janë hedhë poshtë të gjithë. Qiko, pretenca e prokurorisë ka qenë 23 vite burg për ty. Dhe më pas, gjykata e shkallës parë ka lënë me 20 vite, dhe ndërkohë apeli të ka dënuar me 15 vite. Është ulën e një armës. Po, çfarë ka ndodhur me armën? Nuk di gjë fare. Është gjetur arma? S'kam pas armë. Shenja e tua? Mi kanë marrë shenjat e gishtave. Kanë gjetur mbetje baruti? Vetëm në gjaketën që është marrë te hoteli. Nuk më është tek gjaketa vesh. Gjaketa është marrë te hoteli. Gjaketa jote? Është marrë te hoteli. Po pse kishte mbetje baruti gjaketa? Ajo ka që unë kam prej me fresibel. Kur kam bërë shpinë e vlajt, më kem prej pak me fresibel, 1 e 2 është... Me atë gjaket? Me atë gjaket. Po? Pak kam prej, jo se kam punu me ta. A ke punuar atë ditë në punën tënde në hotel me atë gjaket? Atë gjaket mbaje e të veshur? Jo. Sa kam vajt, kam nëruar, kam vesh uniformën e hotelit. Pra, ju keni qenë të veshur me uniformën e hotelit, po? Edhe kam vesh uniformën e hotelit. Në polici nuk kam shku ma gjaket. Po, Kam vesh tjetër gjë nga të ftohtit, se e disha se do shkoj të rinë nda so atje, kam vesh diçka tjetër, një trikot tjetër. Po? Që ishte po e juaja? Po, të gjitha rrobat e mia. Pra në gjaket është një fresibli, e dyta gjaketa ka difi edhe pluhun man. Që është rrobe e tillë që mund moj edhe pluhun. Ta gjana. Edhe ajo nuk është e përcaktuar me fiks. Por do ta zonj edhe unë mund të kem... Pra, ty të ka fundosur në një farë mënyre për të kryer 10 vite gjysmë burg, dhe që amnistia e vitit kaluar 2024 të latë lirë në nëntor të 2024, apo jo? Të ka fundosur vetëm se është dëshmia dhe njoja dhe sa e vërtet është e të plagosurit, e zotit Gjonaj, por edhe mbetje
që nuk e dia jam përcaktuar nga xhaketa që ti ke përdorur dhe the pak më përpara në ndërtimin e shtëpisë të vllajit diku në qytetin nga ti vjen. Baz Burrell. Po, në qytetin e Burrelit, apo jo? Po, vetëm këto janë 2 provat kundër teje? Vetëm këto. Po pse nuk u gjet arma? E din ato, s'di gjanë. Po, nuk mund të ngresh do të supe duke thënë që nuk e di unë e din ato. Ti e ke kërkuar me mbrojtjen tënde? Kush të ka mbrojtur në shkallën e parë dhe në apel? Pra, të kanë mbrojtur? Po, Raimond Todhen 4 herë kanë dashur të nxjerrin nga seanca. Pse? Për arsye si i zente mat, zente disa herë prokurorin mat. Edhe kërkoshin të nxjerrshin nga seanca. Është kërkuar edhe përjashtimi ti? Pra, ka pasur debate midis mbrojtjes tënde dhe prokurorit? Dhe prokurorin të shumta. Ngjarjen e kanë shty, e kanë qenë në orën 9:10, sikur ka shkuar në spital. Në të vërtetë ja ka është. Kjo është libri i urgjencës, se kam shkruar. Shiko, libri i urgjencës që i plagosur i zoti Gjonaj kur ka mbritur? 9:05. Në 9:05, pra 20:55 minuta. Ngjarja kur ka ndodhur? Ku di gjon? Po, tani flasim sipas dokumentave që ti ke aty. To janë, po unë di që ka shkuar në 9:05 në spital. Shiko, pse e thekson që ka shkuar në 9:05 të mbrëmjes? Pse e thekson? E theksoj nga kjo që është libri i urgjencës. Po pse, çfarë kanë dashur të thonë ato që kanë mbritur në 9:10? Ta shty, ta heqin nga kamrat. Se në vendim... Po pra, këtu dalin pak. Unë do t'i shqyrtoj provat, 4 prova që kam 1 nga 1. Dalin pra te kamerat? Po. Pra, që mbritja e zotit Gjonaj në spital ka qenë në 9:05. Po. Dhe në dokumenta është shkruajtur në orën 9:10. Në vendim, e kanë nxjerrë, thonë në orën 6, deri në 8:34, ajo është te puna. Po. Tani, në orën 9:05 ka shku në spital. Tani bjen 20 minuta kohë, nuk është matë rruga, do t'i tham 1 nga 1 provat që mbrove. Shiko, nga ora 19:34, do me thënë 8:25 minuta, ku ke qënë ti? Deri... Po pra, a janë hapur kamerat nga ora 8 deri në orën 9 që viktima ka shkuar në spital? Në orën 9, kamera është 1 orë para. Edhe kamera del deri në 8:34 që shife mund. Mas orës 8:34 nuk jam ma, se kam hik në polici. E kuptoj. Pra nuk janë lëvizora kamerës, ja ka është për shërbali i kamerave. Por çfarë ka pretenduar prokuroria pra që të ka akuzuar? Ato e din. Ja pra, ma thuaj pak në lidhje me kamerat, që është 1 orë pas. Unë du t'i shqyrtoj 1 nga 1, nuk është matë rruga. Po? Nga hoteli, për me vajt të veni ngjarjes është 11 kilometra. 11 kilometra. Nga veni ngjarjes, me vajt në urgjencë është 3 kilometra. 14 kilometra. 2. Dëshmia e të dëmtumit në salë thot, më ka gjujt, ka dal Mirashi, ka qenë veti dyti, thot, më ka gjujt, ka mëra poshtë, të shpia e filanit, më ka marrë kra, më ka qitë të makina, më ka thirë djalin, më ka shunë spital. Tani bajt fjallë për matjen e rrugës, bajt fjallë për 20 minuta ko, se vendim ka dal, në 6, deri në 8:34, thot është në punë, vendimi i gjukatës. 9:05, urgjenca, i bjen 21 minuta ko. Në rast se kjo bajt për 21 minuta ko, nga Plepat, në Durrës, të shkojsh të Vila Zogut, edhe me dëshmine e ti, këto dhe të fol janë minuta, jo t'i bëjsh me veprime. Ato pretendojnë që ti ke vajtur në këmë, ke vajtur me automjet? Makinë, këmë, pak rëndësi ka se si e ka, po ato e kanë qitë në vendim, si kur ngjarja ka ndodhur mbasi e lërgu nga hoteli. Unë nga hoteli jam lërgu që kam shku në polici, jo si të lërgojmë nga puna, jam zëvendësu në punë. Por që të lërgosh nga puna? Shiko, nuk u bën krahasimet e kamerës edhe të telefonatave, ja më dëgjoj pak, të kamerave dhe të telefonatës si të ka bërë shefi policisë? Unë thash një version të matjes rrugës, tjetra, po të kishin nxjerrë telefonatat, që kam folë, do të bishin nesh me orën e kamerës. Po. Se nuk janë... Po duhen ballafaquar, gjitha këto? Nuk ka nxjerrë. Në pak minuta emision dhe po i ballafaqojmë. Telefonatat më ka nxjerrë 2006-ës. Vladimir Mara. Mirë, mos e përmendim emrin e prokurorit, thash edhe një herë që unë distancohem, se ai nuk mbron. Ai nuk mbron dot veten për punën e tij. Ka nxjerrë 2006-ës. Pse s'nxjerr 2014-ës? Unë i kam kërku telefonatat disa herë në salë, du telefonatat për mirë e për keq, du telefonatat të asaj dite. Nuk i kanë nxjerr fare, se bjen nesh në orën e kamerës, pra nisi kanë nxjerr. Edhe dele vërteta,
Atëherë, zoti Mirash, dua të ndaloj tek gjykata e shkallës parë, gjykata e apelit, gjykata e lartë, të kanë dhënë vlerësimin dhe të kanë bërë fajtor për këtë ngjarje. Vazhdojnë gjykatat në Shqipëri. Gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese. Çfarë kanë thënë për rastin tënd, se ti edhe pasi i ke kryer dënimin, edhe pasi do ndash çdo gjë me familjen Gjonaj, sipas kanunit që ju keni, sipas traditave që ju keni, edhe pse jemi në 2025-ën, ti thua, vjen në një studio televizive dhe hap komplet dosjen tënde. Ndërkohë që pret edhe Strasburgun për dhënë një vendim për ty. A ndalojmë ke dy gjykatat e fundit, qoftë kushtetuesja, qoftë edhe gjykata lartë? Është e apelit para. Po? Apeli ka kërku lek. Po? Kanë kërku 30.000 euro. Lek? Lek. Për çfarë ta kanë kërkuar? Për shqyrtu dosjen, për shqyrtu provat. Kush ta ka thënë këtë gjë ty? Me që në thamë për tjertë, me që në thamë për shkallën e parë, me që në thamë për gjykatën e lartë, me që në thamë për kushtetuesen. Zoti Mirash, është e rënda akuza që thuhet në një studio. Nuk tremim fare. Kush ti ka kërkuar këto para? Nuk trem sekserët. Sekserët? E gjyqtares. Po si vinin tek ty? Te Sekserët? njerëzit e mi. Ke 30.000 euro, do të shqyrtojnë provat. Si ke, do bëjsh burg. A shumë e thjesht në Shqipëri. Po gjykata e lartë pastaj, po gjykata kushtetuese? Fare. Gjykata e lartë më e forta s'ka lajmëruar avokatin. Fare. Nuk ka lajmëruar Nuk ka lajmëruar avokatin, po? Se do të shqyrtohet dosja, apo diçka 1, 2, 3. As i gjanë fare. Po? Po gjykata kushtetuese? Fare na jo. Mbrojnë njëni tjetrin. Çfarë mendon se do vendosi gjykata e Strasburgut, të lutem? Nuk e di. Nuk e di. Kërkoj të drejtën time. Mirë, dua të kaloj pak në një aspekt më emocional, më privat. Fëmijët kanë qenë 9.5, 5.5 në momentin që ka ndodhur ngjarja. Ti ke kryer 10 vite e gjysmë burg dhe fëmijët i ke 20 edhe 16 sot. A mund të më thuash pak si ishte lirimi jot, vajtja në familje? Dijet normal, kanë qenë në Itali, fëmijët që janë jashtë shtetit tani, ka i vite gjys. Dijet se si është lirimi im. I ke takuar fëmijët pasi ke dalë nga burgu? Po. Erdhën të takuar në Shqipëri? I madhi po, i vogli është në shkollë atje. I madhi ka ardhë, edhe me çdo kusht me nxjerr pasaportën. Me hik nga këtu, thot. Pra, ti të t'i bashkohesh familjes? I bashkujem me familje, ka dash zoti nga familja, s'ka pas probleme. Them, do t'i bashkohesh familjes se ato nuk jetojnë në Shqipëri, për këtë e kisha. Po. Besoj se familja ka qenë forca jote më e madhe atje brenda. 10 vite e gjysmë nuk janë pak. Po. Ke jetuar me persona të cilët kanë kryer krime dhe ti kanë treguar dhe ti kanë rrëfyer krimet. Lloj. Si ndihesh ti përballë tyre? Po, edhe të pafajshëm. Si ndihesh ti përballë atyre që kishin kryer krime? Se ti thua jam i pafajshëm. Përballë tyre si ndihesh? Shumë i rëndu. Të bëjsh burg kota shumë e rëndë. Ke marrë takime me psikologun e burgut? Po. Çfarë të ka thënë? Thjesht aso, jo se kam pas ndaj, s'kam pas asnjëherë shqetësim. As nuk do kem. Ta dini, do t'jem më i fortë se kam qenë. Në momentet e para, kur ishe shumë i pafajshëm dhe gjendja ishe më e nxehtë, meraku jot ishte familja, dy familjet jetojnë shumë pranë njëra tjetrës. Besoj se ke qenë i trazuar emocionalisht në burg, apo jo? Normal, logjikisht normal. Po jo se kam pas probleme, thush kuptimin e jo. Mirë, zoti Mirash, pasi dole nga burgu, arrite të takoje familjen Gjonaj dhe vetë? Jo, vetëm i kam pa. Vetëm i ke parë? Kam pa, si i kam afër, kom shif. As nuk tremem fare se si kam bërgjë. Nuk më shifem. Si shkjena në traditën... Si u sollën ato për balë teje? Fare, as i gja. Nuk më shifem fare se si kam bërgjë. Jam 6 vlezën. Nuk më ka hangër në 7, as i gja fare. Shofim punën tonë. Në Zoti Gjonaj, të cilin unë do doja të aftoja në debat, po në ndishte rastësisht, apo familja e ti, të bëjë pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur. Ti vetë, çfarë do t'i thoje duke parë ke kamera për balë teje, Zoti Gjonaj? Ke një fjalë për t'i thënë? Nuk jam dakord. Nuk jam dakord për arsye se Pjetër Gjonaj ka vënë gishtin, po Pjetër Gjonaj nuk më ka dhënë burgun. Burgun më ka dhënë drejtësia shqiptare. Po si do t'a pinë bindën shti, Zotin Gjonaj, që ai e ka thënë emrin tënd duke të bërë këtë dëm nga drejtësia? Ka në fillim të ashtu ka mendu. Në fillim, pse pastaj e ndryshoj dëshmin ai? Po,
Dëshmia është, jo se ka ndryshu, aja mbaroi punën e vetë, po mu më ka lënë drejtësia në burg, se mu më s'kishte lënë drejtësia në burg, unë do t'ja kisha dhënë përgjigjen Pjetër Gjonajt. Po si do shfaqsohesh pra tek zoti Pjetër Gjonaj, si do shfaqsohesh? Me kanun. Me kanun? Me kanun, po. Kur do ta bësh këtë gjë? Në vazhdim jam. Në vazhdim? Po. Ke quar njerëz të negociojnë? Do të qëmë, kam shumë fillim të s'ka pranun. Po, do të djeri koha që do pranojë. Dhe si bëhen këto rituale të pajtimit? Me plesh, lidhën plesh, i bëjbe, kam thënë vetëm kisht në lashit i bëjbe, nuk i bëjbe tjetër kunë, si jam i pastër. Qartë. Jam shumë i pastër, si kam bëha duhet me Sot, ke diçka për t'i thënë nga kjo studio? Nuk kam për t'i thënë asnjë gjë. Aja ka mbaru emisionin e vetë. E qartë. Drejtësia më Lamburg, unë kërkoj, kam punë me shtetin. Qartë. Kërkoj drejtësi nga shteti, nga instancat e shtetit shqiptarë. Qartë. Besimi është shumë i madh tek gjykata e Strasburgu, dua të kaloj tek avokatit tek zoti Arbensina për të folur më teknikisht në lidhje sepse qytetari zoti Mirash Lepuri e tha versionin e tij. Po, të drejtë. Pavarësisht se pak kaotik, jo të gjithë e kuptojnë, ne e kuptojmë sepse kemi lexuar dosjen, por ai është pak kaotik për audiencën. A mund të themi kush është ngjarja dhe për çfarë akuzohet personi? Personi akuzohet për një tentativë për vrasje. Me fjalë që është bërë një atentat ndaj personi që ka qenë viktim në këtë çështje. Pra, deri aty ai ka këta midis një tjetrin kanë patur dhe probleme më parshme. Duke patur problemet më parshme, në fjalë se probleme që kanë patur në kohë dhe ka bërë kallëzime të më parë, ndoshta ai ka vendosur, ka thënë, ka menduar ose ka paramenduar ose e zhdukur një person që ka qenë ky, edhe ka arritur dhe ka deklaruar si në polici, po dhe gjatë rrugës që ka shkuar për në, sepse kështu flasin dëshmitar, gjatë rrugës ka shkuar për në spital, që ka qenë Mirashi që më ka gjuajtur. Por gjëja duket e çuditshme, sepse dhe aty në vend ngjarje është gjetur një pistolet. Ajo pistoleta nuk ka qelluar, nuk është ajo që është bërë qitja për krim. Pra, në vend ngjarje është gjetur një pistolet, këtë duhet theksuar. Nuk është bërë qitja, nuk është kërkuar ose të jenë kërkuar prova. Kujt ka qenë kjo pistolet? Do që kjo pistolet ka qenë dhe e viktimës. Do shta viktima ka patur e problemet e tjera, derisa pistoleta nuk ka gjuajtur, nuk ka bërë qitje, nuk është e Mirashit. Dhe ai personi tjetër që thotë që ka qenë dy persona, mendoj që... Po gjurmë në pistolet ka? Përderisa s'ka bërë qitje? Ata thonë që nuk ka gjurmët e Mirashit, nuk ka bërë qitje, nuk janë gjurmët e Mirashit, nuk ka gjetur gjë. Ata mendojnë që... Sa afër plagosjes së zotit Gjonaj është gjetur pistoleta? Në vendngjarja. Në vendngjarje? Tani këtu problemi këtu shtrohet e këtu do beshin hetimet. Me fjalë, problemi i drejtësisë shqiptare, sidomos i prokurorisë shqiptare është ky. Që nuk punohet as nga ana teknike, me fjalë që na jep sot mundësi teknologjia, por edhe nga ana hetimeve që punojnë, në fjalë që ka zgjuar si kjo e tradicionale, mënyra tradicionale e njerëkohë. Neve kemi ngel në ato kushte që kemi qenë në vitet 90. Me fjalë, neve ndodhi rasti, kemi një indicio, marrim personin, e futim në burg dhe pastaj bëjmë provat. Dhe kështu ka ndodhur. Ky ka deklaruar, me fjalë person, viktima ka deklaruar që ka qenë ky, ka marrë Mirash, ka futur në burg, e po ta shikosh pastaj, po ti krahasosh gjithë ato prova, duke që provat nuk korrespondojnë me njëra tjetrën, po gjitha këto prova vjen përbashku për të mbrojtur mendimin që fjalën që ka thënë viktima për të zgjidhur rastin. Kush janë provat për të ngritur një pretencë nga prokuroria për 23 vite burg? Kush janë provat? Ja se kush janë provat. E para ta marrim që nga vendi i ngjarjes. Kemi një pistolet dhe nuk dihet e kujt është. Me fjalë, kjo pistolet mund të jetë e viktimës. Janë marrë shenjat e duar së viktimës se këto gjëra, bërë po e kontrollime këta. Pretendohet që... Ngri pak zërin beni, po? Pretendohet që personi, me fjalë Mirashi, ka bërë qitjen. Dhe kanë munduar të gjenë një alibi nëpërmjet xhaketës që ka ai. Dhe mendoj e thonë nëpërmjet telekamera që kanë bërë është ndërruar, ka ndryshuar. Por këto nitrite, këto gjëra që përmban baruti, ndodheshin në trupin e viktimës? Pra, mëse qartë, mjafton të shikoj një film edhe gjë shumë e thjeshtë. Edhe është një film që një njeri, për shembull, bën atentate, bën atentate dhe mafie, për shembull, bën atentate dhe fshehet për 3 muaj, për 6 muaj. Me qëllim se pse fshehet pra aq kohë, sepse nuk është problemi, bën një dush, por nuk t'i ikin. Po. Nuk t'i ikin nga trupi, kanë gjetur në trup ndonjë diçka këtia, asnjë gjë. Asgjë nuk i kanë bërë këto veprime. Kanë gjetur pantallonat, thonë janë të zeza, ashtu siç i ka panë përpara. Në pantallona kishte një gjë. Tani, po flasim për xhaketën. Ai thotë që unë kam punuar me hekur. Do kuptosh një diçka.
kushdo që kush ka punuar me hekur, ka punuar saldatore, ose ka bërë me veprime që përdor me fjalë fleksibël për të bërë, pluri hekurit edhe po ta lash rrobën, e po t'i lash vestit ateshë, t'i lash ai të ngelet akoma dhe era, pluri ai duhet di vetë se ka punuar vetë, ngelet në rroba edhe për pas shumë kohë. Pra, po kjo provë duhet përputhet edhe me provat të tjera. Me fjalë ekspert. Mbetje baruti në pantalona jo, në duar jo, në pistolet jo. Nuk thot baruta, s'ka shenja baruti. Ai thot ka pjesën e triteve që përmbajnë, ato mund të përdoren edhe në hekur, do në tjera elemente tjera. Pra, këtu nga na... Mi pra, ajo e vetëmi aprovë që ka prokuroria nuk përputhen me duart, me pantalonat, me pistoletën. Me trupin, me flokët, me... Po, pikërisht, pra, pikërisht. Këto kontrole nuk janë bërë. I kanë këto, fjalë, gjukata që sepse çështjen... Prokuroria, je përgjigje gjukatës që çfarë mbetjesh janë gjetur në xhaket? Do të kuptohet një diçka, që prokuroria, avukatët janë palë, dhe drejtësinë e bën gjukata. Gjukata, nëse nuk i pëlqen, dhe ishin 3 burra grasa ishin aty, 3 gjyqtarë të studiuar dhe të moshuar ndoshta, dhe mirën ato dokumentat dosës që ishin, e jepin në prokuror dhe thonë shko me hetimet. Sepse kodi penal ka disa parime, duke filluar që nga para nga humanizmi, indubio pro reje, e shumë gjëra të tjera të gjeshe, do t'jetë të provohet kontradiktori, e shumë gjëra. Jo t'i bëjmë presioni avokatit, përse avokatit lëkon të drejtën. E kuptoj. Shko se ku jemi, problemi nuk është vetëm atje, sepse do të kuptosh gjukatën sot, sepse me fjalë gjukata drejtësia shqiptare ndodhe midis 2 maleve, si të themi, ishte një gjukatë, ne kemi bërë një si tip ndalese, kemi vendosur një zbarë, themi. Këteja ka qenë të korruptuar të gjithë maskarejnë, që kanë qenë të poshtër atje, sepse ne kemi një sistem të kalbur. E problemi sistemi ton të kalbjen, s'kemi munduar të pastrojmë kalbjen, por ne i vendosim një cip mbi të, dhe bëjmë reformë të re. Po mirë, gjukata e lartë që do merrte në shqyrtim këtë çështje. Pse nuk e kaloi këtë çështje duke parë dhe muzi dhe mbrojtja si e bërë, kërkesa si janë bërë, ankimet si janë bërë, që këtu ka fakte sa duash, kushdo ta shkoj, nuk ka nevojë të jesh profesionist. Mjafton të jesh një person normal, dhe vetë ai ka arritur vetë në konkluzionin. Por aty do të kishte marrë në shqyrtim çështjen. Jo, sepse kemi shumë dosje ne tani të zgjidhim probleme duke marrë duke çuar. Qartë. Beni, unë duhet të kaloj në një hapësirë të dytë publicitare, do kthehem sepse kam shumë detaje të tjera të cilat unë nuk e di a janë shqyrtuar gjatë procesit gjyqësor në të gjitha shkallët, por më kryesori në gjykatën e shkallës parë dhe më e detajuar në gjykatën e apelit. Kam shumë pyetje të tjera, është pyetur viktima dhe i plagosuri i kësaj dosje e zotit Gjona, i cili nëse po na ndjek drejt për së drejti mund të japi edhe versionin e tij, por kam edhe unë shumë pikë pyetje për ju si avokat të kësaj çështje dhe çfarë shpresoni nga gjykata e Strasburgut. Fillimisht publicitet dhe më pas rikthehemi në pjesën e 3 dhe të fundit të këtij emisioni. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi përsëri në transmetim të drejt për drejt në pjesën e 3 dhe të fundit dhe kemi disa pyetje për avokatin, për zotin Arben Sina në lidhje me kamerat e sigurisë. Kamerat e sigurisë ka qenë fundi i prillit, janë hapur dhe zotëria ka sjell pikërisht edhe dokumentin nga spitali kur është paraqitur viktima në spital. Pra zoti Gjonaj, a mund të themi çfarë nuk përputhet nga kamerat e sigurisë dhe është bërë eksperimenti nga Shkëmbikavajës në Plepa dhe nga Plepa ke Vila e Zogut për gjithë ata që na ndjekin dhe e njohin zonën? Tani, vetë prokuroria ka zbuluar që ora e kamerave ka qenë ora diellore. E ka ngelur ajo që... Pra, 20:34. Është 20:34. Por ndërkohë ka qenë 21:34. Dhe pra ta duke patur fillimisht ka shkuar direkt aty. Është ajo që ata kanë kërkuar të bëjnë prova. Me fjalë të harrisin bindjen e tyre, sepse atë fjalë që po thot viktima është e vërtet. Dhe e kanë lënë këtë gjë. Por plus asaj ka bërë dhe gabime të tjera. Dhe tek telefonata, sepse kanë marrë edhe tabulatet e telefonit të me fjalë. Po pse ka qenë 1 orë më parë kamerat? Duhet theksuar edhe kjo. Ta kuptoj, jemi në muajin prill. Po, në fundin e marsit, e djela e fundit e marsit, po. Ndryshimi kalon në ora 1 orë për parë. Dhe nuk e kanë rregulluar. Te kamerat nuk e kanë rregulluar, e kanë lënë ashtu sepse nuk bën automatike. Atëre, tabulate telefonike, ku ka telefonuar familja, bashortja edhe shefi i rendit në Durrës, me kamerat ku duket... Nuk korrespondojnë. Po pra, zoti Lepuri duke folur. Është bërë një ballafaqim? Plus asaja,
Plus asaj, nuk kam bërë ballafaqime, kam bajtë të fshehta sa rezultat. Po pse? Plus asaj, kam bërë edhe gabime trashanike, që kanë marrur me fjalë të vitit 2006. O e kam bërë gabim në shkruajtje, po se pa mundur të shkruash të gjithë rreshtin me 2006, me vendos 2006, kur kjo ka ndodhur 8 vjet mbrapa kjo histori. Kjo që kanë bën 2006-ën kanë dashur të mshehin se po të kishin nxjerr telefonatat do të bishin nesh me orën e kamerës. Lvizin një orë. Po si ka mundësi tani vrasja, plagosja ndodh në 2014-ën, ato hapin tabulatet e 2006-ës. Është absurde kjo. Nuk korrespondoj. Pa i kërkuar në seancë gjyqësore më zotëri bashkë me mbrojtjen. Jam mësu disa herë kam kërku telefonata, du telefonata. Ky është skandal atëherë. Në qoftë se ka ndodhur, ky është skandali, po. Prandaj ata kanë kërkuar që po. Ku polici gjyqësor thot, shënim thot, ora e kamerës është 1 orë para, që të thot, në ras ora 7, ora 8. Mirë, dhe ja ta plotësoj. Po ta lvizim këta dal 9:34. Atëherë, ta dëgjoj avokatin po, zoti Arben. Dhe duke patur, pastaja, për të, në qoftë se kishin këta alibin e orës, me fjalë, ora që është 8:34, 8 ajo, dhe kur ka ndodhur aksident, se në qoftë se ai ka vajtur në 9:05, a 9:10 kur ka shkuar. 9:05 ka shkuar në spital. Po. Mate i koha që duhej, nga momenti që është bërë për të gjetur momentin, orën e saktë ku ka ndodhur krimi, sepse edhe këta e kanë lënë në mënyrë të lirë në interpretimin e viktimës, sepse viktima, në qoftë se ka treguar pa marrim një armikun e tij ose një hasmin e tij ose një njeri që nuk e ka dashur ose diçka të tillë që ka urren, sepse ose mund të ketë me këto veprime ka mundur. Po ishin pajtuar, ku ishte mbledhti i zotit Mirash ndaj viktimës tani, se s'po kuptojmë. Mund të ketë munduar të mbuloj një këtë tjetër, sepse mund të ketë. Mundet të ketë mbuluar motivin e vërtet plagosjes. Këtu po. Ka shumë llafe. Pra, ne kemi një kriminal të lirë dhe një të pafajshëm në burg. Tani ha mendje ka sa të duash, sepse këtu nuk ka shëtuar. E kuptojmë. Tu nuk është gjetur, arma e kujt është? Klubi nga ka dalë, e cila arma, ta thonë që është tip bereta, por ku është kjo armë? Me fjalë ke shumë, dhe duke mos bërë matjet e rrugës, me fjalë që janë shumë të thjeshta, me anë eksperimentimin zilen të gjitha këto, sepse këto dalësh në të rras një përfundim të sakt. Nuk është bërë. Pra, çfarë ka ndodhur ngjarja kur ka shkuar i plagosuri në sa kohë është dashur për të shkuar atje, nuk kanë bërë këto ballafaqime të diskutojnë me palët ose me dëshmitar të tjerë. Nuk kanë pyetur përveç se ata që kanë qenë. Po edhe motivin e plagosjes, tani duhet kesh një motiv, kur ju jeni të pajtuar. Tani motivi nuk dihet sepse ai më ka qelluar, sepse ata kanë pasur më ka kallëzuar përpara dhe policia. Pra ti thua që zoti Gjonaj fshe pikërisht motivin e plagosjes së tij. Mendoj, dyshojmë, nuk e sepse e kemi të qartë. Dhe autori i plagosjes është i lirë dhe nuk e ka gjetur gjë për plagosjen e zotit Gjonaj. Derisa është dhe një diçka tjetër. Po. Sepse sido që ti ishte po të kishe problemin, nëse këta persona jetojnë nga një pjesë e Shqipërisë që ndjekin kanunin ose ndjekin, do kishte vepruar. Do që të ishte problemi. Do kishte bërë diçka ose do kishte bërë. Kur thua do të kishte vepruar, do kishte çuar lajm thua ti në familje. Do bërë diçka ose do kishte bërë ndonjë lëvizje, qofse jashtë ashtu. Qofse mendoj me fjalë me që flet për kanunin edhe vetë Zoti Mirash flet për kanunin. Pse është një punë e dobët e prokurorisë dhe pse gjykata këtë punë të dobët të prokurorisë ka vënë vulën duke e dënuar? Tani kemi një qytetar që 10 vite gjysmëburg i ka bërë. Tani problemi i drejtësisë shqiptare duhet kuptuar është shumë i thjeshtë. Në Shqipëri nuk kërkohet të gjetet e vërteta. Në Shqipëri kërkohet që personi, deri të paktën deri sa kohë. Unë s'kam qenë pjesë përbërëse e saj drejtësie, por megjithatë, nga që dëgjoj, është flitet, ka qenë kjo, që ka bërë diçka e ka bërë problemi, po që të marrë minimumin o maksimumin. Pra, Shqipëri kështu është menduar, kështu është gjykuar deri më tani. Me fjalë, sa bërë, kush paguan e ka të drejtë, kur flet sepse për pagesa për gjëra, edhe pse nuk janë të provuara, por janë thashë theme. Por megjithatë kanë ekzistuar këto gjëra në drejtësinë shqiptare. Prandaj kemi bërë një reformë në drejtësi dhe shpresojmë që të shkojë përpara të rregullohet situata. Arben, dua të ndaloj këtu sepse ti vërtet je avokat dhe je bashkuar drejtësisë shqiptare vitet e fundit, por ke një përvojë shumë të gjatë edhe në shtetin italian. Çfarë do kishte ndodhur nëse rasti i zotit Mirash do kishte ndodhur në Itali? Dhe në Itali kemi raste gabimeve gjyqësore shumë të mëdha. Ka persona që kanë dënuar 30 vjet me dëshmi ose me gjëra. Gabimet gjyqësore ndodhin kudo, në çdo shteti të shkosh. Por problemi është këtu. Problemi i ndryshimi nga Italia në Shqipëri është gjykata. Me fjalë, gjykata nuk pranon pa prova të vazhdojë gjykimi.
Sepse këtu, aty është lojë në drejtësi, nuk e pas prokurori, as avukati. Drejtësinë e gjykata. Dhe gjykatat vepron kur nuk janë provat, kur nuk ka indicje, kur nuk ekzistojnë provat, o je pafajësinë e personit, ose dërgon për hetimet e tjera. Pra, ti thua, në Itali ka gabime, ndoshta edhe të rënda dhe të ngjashme. Gabimi njerëzor ekziston dhe pjo. Diferenca është gjykata. Gjykatës që e bërë. Por neve ekzistojmë sot, edhe në drejtësinë e re, thot prokurori, edhe SPAK, thot prokuroria, bën gjykata. Pra, zoti Mirash është dënuar pa prova, thoni ju. Pa prova është dënuar. Pa prova, dhe me prova të favorshme. Indubje prorej, vazhdon është parimi kryesor në çdo lloj gjykate, që nga e drejta romake. Kur ka një dyshim, dyshimi gjithmonë është për të pandehurin. Si do që t'ishte problemi. Në dyshime, në këto dyshime që ishte ai, do ishte dalë vetë. Po atëherë mbi ç'baza ka kërkuar pretencën me 23 vite burg prokuroria dhe si ka planuar këtë fakt gjykata? Ajo po t'i mbledhësh të gjitha bashkë, veprat penale, tentativë për vrasje, armbajtje pa leje, kanë bërë një mbledhje aritmetike dhe atje të shkon. Nuk është problem, se dënohet deri 20 vjet, deri ajo tentativë për vrasje. Kanë bërë edhe armbajtje pa leje dhe kanë çuar 23. Pastaj kanë hequr armbajtje pa leje, se armbajtja pa leje nuk është tek këtia, është një personi tjetër, nuk ka shenjat tek këtia, nuk është atia, kush e ka lënë aty? E ka hedhur ai shok. Po ka dalë pronari i armës, i pistoletës, ka dalë pronari? Po mos ka dalë pronari, këtu e di si kuptonë si funksionon në Shqipëri, është për të habitur, vjen dhe turp ndonjëherë. Tani krijohen ben alibi të ndryshme, nuk ka qenë një person që s'është aty pjesëtar, nuk ka qenë, vendosin një X që është një person që ka qenë aty që ka patur pistoletën. Pra ai personi që është në bashkëpunim nuk dihet se kush është. Nëse do po është, po i timi janë bërë, jo. Kjo është problemi. Po eksperimenti nga Shkëmbi Kavajës dhe deri tek Vila e Zogut në Durrës? Nuk kam bërë asnjë gjë, problemi është këtu. Me çfarë e ka provuar prokuroria që ky ka qenë i pranishëm në vendngjarje? Prokuroria e ka pranuar me fjalën vetëm me fjalët që ka thënë viktima. Dhe me alibi që me fjalë me indicjet që ka thënë viktima. Ndërkohë që viktima mund të fshehë motivin e vërtet plagosjes së tij. Mund të jetë, tu ka paretime. Aty është për kallëzim të rrem nëse me fjalë viktima ka dhënë një indicje. Ka të drejta japi, anë të viktimës, viktima do mbrojtur gjithmonë, si do që... Po plumbi ku e ka marrë viktima? Në qoftë se e ka marrë përballë viktima, e ka njohur agresorin e tij, por viktima plumbin e ka marrë nga pas, si e njohu? Ndoshta ka bërë rrotullime, nuk e di si e ka parë, se ashtu ka deklaruar. Por nuk e them atë di, duhet nga fakti kryesor, duhet pyetur viktima e duhet merre viktima në qytet. Po në vendngjarje ka pasur kamera, avokat? Në vendngjarje jo. Vendngjarje nuk ka si gjë, fas drita s'ka pas fare. Po si ka mundësi që e ka shquar? Këtu është problemi, këtu është gabimi. Këtu është problemi. Se duhet bërë edhe një eksperiment në vendngjarje. Tani, ata kanë patur orën, duke patur orën në veprimet e saj, kanë gjetur dhe një alibi tjetër, kanë gjetur sepse është ndërruar, ka lënë xhaketën, ka lënë rrobat gjatë veprimet e telekamere që kanë patur ata nga ora 6 deri në orën 8, diçka e tillë kështu. Ata kanë parë që është lëvizur në dhoma të ndryshme, ka shkuar dhe ka ndryshuar rrobat. Me fjalë ka patur përpara ka qenë me rroba të zeza, pastaj ka qenë me një këmishë me vija, por pantallonat vazhdojnë të jenë gjithmonë të zeza. Ashtu. Kështu thonë këtu në dokumenta. Mirë, jam drejt fundit dhe s'm ka folur ende eksperta tjetër. Çfarë pretendoni nga gjykata e Strasburgut? Ne pretendojmë pafajësi, se për pafajësi kemi... Jo, për pafajësi, këtë nuk e diskutoj, por çfarë pretendoni? Kush është pika juaj e fortë që ai do t'ja u japi pafajësinë gjykata e Strasburgut? Pikat forta tona janë shumë, të gjitha ato që i përmendava. Me fjalë, këtu s'ka asnjë provë që të jetë të ngarkim të atij. Ka shanse që gjykata e Strasburgut mos ju japi pafajësinë? Ne besojmë se po. Tani është gjykata që vendose, nuk parashikojmë ne dot se ç'to vendose, po ne besojmë se po, kemi shumë besim. Sepse në Shqipëri gjitha gjërat që zgjidhen. Dhe kur mendohet shqyrtimi i kësaj dosjeje? Po ka kohën e saj sipas radhës që do të bëhet. Ai ngjitje të lirës nuk është se ka ndonjë problem. Por ku do vi koha të studiojë. A fiton pikë që tani e kërkon pafajësinë pasi e ka mbaruar edhe dënimin, se kjo është edhe thelbi shumë çkaje. Ato vjet që ka shkuar, kaluar në burg, ato eksperiencë që ka bërë atje nuk ja kthen dot njëri. Qartë. Por dëshpërblimin e dëmit po, i paguajnë vitet e burgut të gjitha sa parashikon ligji. Plus asaj ka gjobite shteti shqiptar dhe paguajnë në shpenzimet nga gjykata e Strasburgut. Zoti avokat, nuk më intereson shpërblimi. Më intereson gjaku që më ka vunë shpejnë drejtësia shqiptare. Unë të kuptojnë diçka tjetër. Nuk më interesojnë lekë. Është si punë një aksidenti rrugor.
Është si punë e aksidenti rrugor, nuk mund të kthehet shëndeti, po t'jepen lek për të kaluar dhimbjet. Me këta të prova para dënohesh, është turp. Eksena, e shikoj që miraton çdo fjalë të zotit Mirash Lepuri. Pse? Për ta kuptuar dhe në. Nuk kthehet, pra pavarësisht të shkojnë në Strasburg, nuk kthehet dëmi emocional, psikologjik që është ndërtuar në 10 vitet e zotëria. Po, ka qëndruar i fort emocionalisht, e tham që në kryet herës. Apo tek tu ke kupton edhe ndonjë luhatje të vogël? Sepse tash më ka një kusht, por jo gjithmonë pasojat janë kaq të dukshme. Ka disa momente ku njeriu e ndjen të gjithë peshën. Sigurisht është përpjekur zotëria që në 10 vite e ka mbajtur ideja se ka qenë i pafajshëm. Pra një gjë që e demonstron edhe sot shumë qartë, sepse ka shumë të rëndësishme të thotë që nuk i ka bërë duart me gjak. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra atë çfarë kërkon zotëria, e ka vuajtur dënimin, por kërkon dhe një, si të thuash, një dëmshpërblim emocional. Nuk është dëmshpërblim më shumë ekonomik se sa emocional. Sepse sigurisht është familja, fëmijët dhe procesi i fajsimit nuk është vetëm në procesin gjyqësor. Është dhe individi, pra gjatë vuajtjes dënimit, bën një analizë shumë të gjatë të këtij, po themi, të këtij faji, ka ndodhur apo s'ka ndodhur. Dhe kur ti je më se i bindur dhe ke prova dhe ke luftuar për to, sigurisht që kjo të mban, sepse kur ti vuan dënimin, duhet të mbajë një lloj motivi. Edhe personat që kanë dënim me burgim të përjetshëm, gjejnë një motiv, pra edhe pse e din që fundi i tyre është në sistemin e drejtësisë, prapa ata e gjenë një motiv për të jetuar. Pra çdo kush e gjenë një motiv edhe në sistemin e vuajtjes së dënimit. Dhe prandaj kjo është arsyeja që e ka mbajtur pra besimit e pafajësia e tij, të analiza e provave, mënyra se si e paraqet, tregon që kjo ka qenë mënyra e fortë për ta, si të thuash, për ta ruajtur deri në fund. Por dëmet janë brenda, patjetër, sepse siç e tha, ka dëgjuar persona që e kanë bërë këtë lloj vepre. Çfarë do të thotë për një të pafajshëm të bashkëjetojë me njerëz të cilët kanë bërë krime si në rastin e zotit Mirash? Duke nisur nga vetja, secili nga ne e dëgjoi dhe në një moment u irritua. Pra që një person është dënuar. Jo vetëm që ti je i bindur, por këtë lloj mendimi e ke vuajtur për 10 vite. Dhe kjo sigurisht krijon të gjitha emocionet negative. Dhe ka persona që unë kam dëgjuar në eksperiencën time që nëse burgun e parë e bëra i pafajshëm, të dytën të doja ta bëja i fajshëm. Pra shiko se ku arrin niveli i lartë i emocionit agresiv, sa arrin të të krijoj. Pra këta persona akumulojnë mlef brenda vetes së tyre. 10 vite ja akuzuar për diçka që nuk e ke bërë. Këto janë lojrat që bën mendja njerëzore me vetveten, pra në qoftë se unë jam i pafajshëm dhe marr një dënim, atëherë unë po e marr dënimin e dytë duke qenë edhe i fajshëm, nuk e kam problem. Pra deri këtu arrin zemërimi i njeriut nga niveli i padrejtësisë. Pra për të krijuar idenë se ku shkon, pra një person i cili i bëhet një padrejtësi, e vuan këtë padrejtësi, nga kjo padrejtësi ndikohen familjarët dhe arrin deri në këtë lloj mënyre të Po në rastin e zotit Mirash nuk ndodh kjo, nuk ka arritur në këtë lloj mendore me vetveten. Kjo është pozitive, por ajo që e vështirëson më shumë është pjesa e kanunit. Sepse ne po shohim që kanuni po merr disa forma që nuk respektohet më. Pra ata betohen në një libër të shenjtë dhe nuk e besojnë këtë. Pra do të thotë që këtu pra niveli i luajtjes me psikologjinë, me emocionin e njeriut është në atë lloj mënyre sa askush më nuk di kujt i besojë. Dua të ndaloj tek zoti Gjonaj. Pse ka vënë pikërisht gishtin mbi Mirashin? Çfarë ka dashur ai të fshehë me plagosin e tij? Motivin apo autorin? Sigurisht që kjo ngjarje ka një autor tjetër. Apo ka paranoja në mendjen e tij që mund të ketë qenë edhe Mirashi? Sigurisht gjatë analizës të shkon mendimi pra që ka patur një qëndrim jo të drejtë me zotrin, sepse edhe zotria e ka patur këtë situatë, e ka mbyllur dhe ka vazhduar jetën e tij, e angazhuar me punë të natyrave të ndryshme dhe e ka larguar vëmendjen nga ky lloj, po themi, konflikti apo ky inat i brendshëm. Duke që zotria nuk e ka haruar, viktima në këtë mes nuk e ka haruar inatin e tij, sepse zotria cilëson. Përse ky person shkon automatikisht në polici? Se mendoj që me të drejtë avokati tha, kur ne analizojmë një situatë, nuk analizojmë vetëm aty ku vjet gishti, po dhe ai që vë gishtin. Pra çfarë qëllimi ka?
Po, zoti Mirash është i kujdesshëm duke thënë që mua nuk më burgosi pikërisht zoti Gjonaj. Mua më ka burgosur drejtësia e pa drejtë ndaj meje. Është gjithmonë i kujdesshëm ta thotë këtë gjë. Dhe ky është një element shumë i rëndësishëm. Dhe pasi të marr pafajësinë kam punë me Gjonaj nëpërmjet kanunit. Po, gjithmonë në kontekstin e pozitivitetit e shtron, pra zotëria që ta cilësoj dhe pa do marri vërtetimin e shtetit, e drejtësisë që unë jam gjykuar me të padrejtë, më kam bërë dhe sigurisht do ta demonstroj të gjithë personave të cilët janë pjesë e kësaj mënyre të besuar në bazë të kanunit. A mendon se i plagosur i zoti Gjonaj ndoshta edhe si bashkëpunëtor i policisë, siç thotë vetë zoti Mirash, dhe për faktin që policia por dhe prokuroria duan statistika ndonjëherë, nuk ka rëndësi se këtë dërgojmë në burg, mjafton të themi që kjo dosje është zbardhur, mundet të ketë qenë bashkëpunëtor me policinë edhe me prokurorinë? Sigurisht, nga fakti të gjitha provat nuk lidhet me njëra tjetrën, sigurisht të qonë që diçka këtu nuk shkon. Pra ose është paguar, ose ka korupcion, ose sigurisht nuk janë parë, dhe fakti që s'janë parë, dhe ti lësh pra këto gabime logjike, që me një sy të thjesht ti lësh në një dosje, sigurisht që tregon që diçka nuk shkon. Sepse vërtet mund mos e shohi gjyqtari, gjykata, prokuroria, por ata që analizojnë më tej dosjen nuk e shohin këtë çështje, dhe kjo një çështje që edhe me logjikë të thjesht edhe zotëria vetë e gjykon. Në qoftë se gjykata e Strasburgut i jep të drejtën, edhe pse për herë të parë në studio ndodh pasi kryen dënimin të vish dhe të kërkosh pafajësinë, edhe publikisht, edhe në një gjykatë ndërkombëtare siç është gjykata e të drejtave të njerëzit në Strasburg. Në qoftë se e jep këtë pafajësi, çfarë ndodh me palët? Kujt do t'i vi turp më shumë? Sigurisht, e rëndësishme është për zotrinë, sepse ai e ka dëm më të madh. Se thot nuk i kam duart e lyera me gjak. Dhe ka një mënyrë që ai vërteton të tjera, po dhe vetes së tij që është një gjë që vërtet se kam bërë, dhe kjo është një mënyrë, se të thuash, relaksuese ose të krijon emocione pozitive nga gjithë ai nivel i lartë të faqe. Pra, është të thuash një çlirim nga shumë vite që ti nuk e patur. A mbetet çlirim apo kalon në një stat tjetër? Ndoshta akumulimi i këtij stresi prej është individual. Prej një kohe të gjatë mund kaloj edhe në anën tjetër, jo të çlirimit, por të bërit më të fortë të zemërimit, po. Ja ku më ke, ta thash që në fillim. Ka shumë mënyra. Kjo është individuale, dhe prandaj situatë të kësaj natyre nuk analizohen me një mendim me të drejtë siç tha avokati të përgjithshëm. Por krejtësisht personal dhe individual, pra bëhen analiza sjellore, emocionale të gjithë kontekstit të. Ke një këshill për zotin Mirash se ke përballë? Si duhet ta ruaj ai këtë ekuilibër emocional që ka treguar deri më sot, deri në momentin e marrjes së vendimit nga gjykata e Strasburgut? Për veten e se mund të jetë edhe mohuese vendimi i gjykatës, mund të mos e bëj jo fajtor. Sa i pret pafajësi, po edhe sikur të jetë e kundërta, çfarë ndodh? Ta parapërgatisi veten, pra që të gjithë procesi që ai po bën, pra që po nxjerr në pa të gjitha elementet, sigurisht është një moment pozitiv. Pastaj gjykatat sigurisht natyrave të ndryshme, nivelin e arsyetimit e kanë të ndryshëm, por kjo lloj mënyre është e qartë që ai të ndihet, pra ose t'i vërtetoj vetes së tij që nuk e ka bërë këtë dhe nuk i ka duart me gjak. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ai e cilësoi disa herë këtë gjë. Faleminderit Eksena, faleminderit avokat zoti Mirash. Jam në fund me një fjalë të vetme, je i përgatitur për dy vendimet që mund të marri. Pafajësinë e ke në xhep se je i pafajshëm dhe ndjehesh i ndërgjegjshëm brenda vetes tënde, përballë edhe të gjithë tjerëve. Por mendon se gjykata e Strasburgut mund të kthejë edhe një përgjigje negative? Je i përgatitur? Shpresojmë. Shpresoj që jo. Shpresojmë që të më japi një pafajësi. Një pafajësi. Për çfarë të shërben ty kjo pafajësia? Unë shpresoj nga që është jashtë Shqipërisë, se po tjetër Shqipëri nuk shpresoj fare. Do mbajem mbi shpatulla gjakun. Nga drejtësia, jo nga dur. Jo, dakor. Atëherë, si do veprosh në qoftë se nuk do ta marrësh pafajësinë nga gjykata e Strasburgut? Do ik nga ky vend. E ke të thjesht vetëm duke ikur? Tjetër gjona të i bëj be. Në kanon, po desh të i bëj be prapë, edhe se kam bërë 10 vite burg, jam gjenje të i bëj be që s'të kam bërë. Nuk jam unë autori. Edhe do iki. Beson më tepër që zoti Gjonaj, si bashkëpunëtor i policisë apo dhe i prokurorisë, ka vënë gishtin tek ty për statistika që u mbyll kjo dosje, apo fshe motivin e vërtet plagosës ti?
Kë beson më tepër ti? Unë nuk hynë punta ti. Aja ka marrua misionin e vetë. Qartë. Megjithatë ti i bëre ben nga kjo studio, por do t'ja bësh ben edhe në mënyrë të drejtë për drejtë, sipas traditave. Nuk e bëjmë vene pa ven, vetëm kish në nëjtë, e di gjithë Shqipëria. I marrë 2 fëmijët në krah atje. Do më rikthehesh me vendimin e gjykatës Strasburgut, ma jep fjalën në këtë studio? Patjetër. Dhe unë ta uroj me gjithë shpirt ta marrësh pafajësinë. Faleminderit miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, kemi qenë live edhe në Radio News 24. Vazhdoni, jepni mendimet dhe opinionet tuaja në lidhje me temën e ditës, por mos harroni që në Facebook dhe në Instagram na gjeni emisionin Me Zemër të Hapur, aty bëni edhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje. Kjo është faqja jonë e Facebookut, automatikisht shkohet edhe në faqen tonë të Instagramit. Keni në dispozicionin tuaj numrin e telefonit fix dhe atë celular, mund na shkruani në gjitha platformat, WhatsApp, Viber, Messenger. Menjëherë redaksia e emisionit Me Zemër të Hapur do t'ju përgjigjet në kohë rekord. Të gjithë ju që nuk jeni përdorrues i rrjeteve sociale apo dërgoni letrat tuaja, mund t'i nisni në adresën Lagja Lidemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës, pranë banesave sociale. Ndërkohë emisionin e plot për pafajësinë e këtij 52 vjeçari e gjeni të hedhur pas pak në kanalin ton zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jon zyrtare e YouTube-it që shfaq regjia në këto momente. Klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndërvite. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.